Dashi. Sot do ndjeni të lirë për të realizuar çdo dëshirë pa asnjë kufizim, ndaj mos hezitoni ta ndiqni zemrën. Në çift do keni mendje të qartë dhe do merrni vendime të rëndësishme për të ardhmen, duke ndjerë lehtësinë që vjen në sinqeritetin. Beqarat duhet të shmantin posesivitetin dhe nxikimin, pasi pasojat e nxituara mund të jenë të hidhura. Në punë, ndihma e një të afërmit do zgjerojë rrjetin tuaj dhe do sjellë rezultate brillante. Një marrëveshje me kolegët po ashtu do forcojë pozicionin. Strategjitë tuaja të veçanta do ju shtyjnë drejt majave. Rrjet do ndihmojnë me menaxhimin e të ardhurave, duke siguruar një buxhet të paekuilibruar. Në mbrëmje, meditimi i shkurtër do rikthejë qetësinë dhe fokusin. Demi. Sot do vendosni themelet e forta për të ardhmen, duke ndërtuar strategji afatgjata që do ju mbrojnë nga stujtë së nesërmes. Në çift, kjo ditë është perfekte për të marrë vendime të rëndësishme bashkë, pasi bindja juaj e përbashkët do forcojë marrëdhënien. Beqarët do ndjejnë gëzim nga një propozim i papritur dhe do guxojnë të shpalosin pjesë të reja të vetes. Në punë, përqendrimi dhe preciziteti i vogël do shmangin gabimet, përqafoni bashkëpunimin me kolegët pa arrogancë. Në planin financiar, të shmangni shpenzimet impulsive, edhe pse fati po ju buzëqesh, mbani sytë të fondet afatgjata. Një çrëdhje e shkurtër me natyrë do rivendos ekuilibrin. Binjakët. Sot keni të drejtën të ndjeni pasion të zjarrt, por duhet të ruani kontrollin për të mos lënduar ato që doni. Në çift do keni çaste delikate ku fjalët mund të ushtojnë ndikim të thellë. Kujdesuni të mos harroni butësinë. Beqarët do kalojnë shumë sfida për të gjetur dashurinë e madhe, por mbrëmja do sjellë rastin e ardhur për një takim që mund të ndryshojë gjithçka. Në punë, kritikat do jenë të pak, por ato konstruktive. Mos u dorëzoni pa u përpjekur deri në fund. Buxheti sot mund të jetë i çonditur. Planifikoni çdo shpenzim me maturi. Një çlodhje me muzikë ose lexim do ripërtëri frymëmarrjen. Daforia. Sot do përjetoni një ditë të mbushur me gëzim dhe lehtësi, ku çdo shqetësim do duket më i vogël se zakonisht. Në çift, pas një periudhe sfidash, do ndiheni të bekuar nga mirëkuptimi reciprok, buzëqeshni pa u ndalur. Beqarët duhet të ruajnë vëmendjen ndaj premtimeve të zjarrta dhe të mos nxitohen në mars për dashuri afatshkurta. Në punë, fryma e ekipit do arrijë kulmin, do realizoni planet me lehtësi dhe mund të merrni edhe një promovim të merituar. Financat do jenë të begata, me surpriza pozitive që do forcojnë rezervat. Në mbrëmje, një darkë me miq të afërt do mbyll ditën me ngrohtësi dhe mirëqenie. Luani. Sot Hana dhe Jupiteri do krijojnë një atmosferë mbreslënëse për çdo fushë të jetës suaj. Përgatituni për surpriza të mëdha. Në çift, jetën sentimentale do e përjetoni me entuziazëm, duke zbuluar tipare të reja të partnerit që do ringjallin pasionin. Beqarët duhet të evitojnë nxituaren, maturia do shmang gabimet dhe do krijojë baza të forta për lidhje afatgjata. Në punë, projektet do fitojnë vrull dhe do shihni rezultatet e para me shpejtësi. Durimi i sponsorizuar nga Saturni do shndrisë sukseset. Financat do kenë fatin me vete, përfitoni për të forcuar kursimet e ardhshme. Mbrëmja me një aktivitet kreativ do forcojë energjitë pozitive dhe do zgjas gëzimin. Virgjëresha. Sot këshillat e të afërmve do jenë çelësi për të hyrë në rrugën e duhur. Dëgjojini me vëmendje dhe do shihni ndryshime të dukshme. Në çift, një shfaqje sinqeriteti dhe përkushtimi do forcojë klimën e ngrohtë ndërmjet jush. Mos harroni t'i falenderoni partnerin. Beqarët mund të përjetojnë ndjesë dashurie me shikim të parë, por zgjidhni me kujdes nëse ja vlen të hidhni hapa të rrezikshëm. Në punë, energjia juaj pa kufi do realizojë ide fantastike dhe do mahnis drejtorët. Financat do jenë të begata. Megjithatë, konsultohuni me specialist para çdo investimi të madh. Në mbrëmje, një qetësim me aromaterapi apo muzikë relaksuese do ruaj paqen e brendshme. Peshorja. Sot Hana dhe Plutoni mund t'ju nxisin të ruani kontrollin e emocioneve, prandaj praktikoni frymëmarrjen e thellë para çdo reagimi impulsiv. Në çift, ndonjë mosmarrëveshje e vogël mund të lindë, por harmonia do rikthehet me një fjalë të ëmbël dhe një përqafim nga zemra. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa pa plan. Një miqësi e sigurt është baza më e mirë për dashuri serioze. Në punë, një bashkëpunëtor i vjetër do ofrojë një mundësi interesante. Mendoni mirë para se të jepni miratim. Financat duhet ruajtur me përpikmëri. Një plan buxhetor mujor do shmang minoritetet. Mbrëmja me një pikturë apo shkrim do çlirojë kreativitetin. Akrepi. Sot do mbështeteni tek durimi dhe bashkëpunimi, sal ndikimit të butë të Jupiterit. Në çift, do harroni tensionet e së kaluarës dhe do rigjeni pasionin përmes veprimeve të vogla surprizuese.
Beqarët, edhe nëse nuk gjejnë lidhje dashurie sot, do ndjejnë që çdo kontakt i ri i afrohet sinqeritetit dhe mund të çojë në lidhje afatgjatë. Në punë, guximi për të ndarë ide të reja do shërbejë si katalizator për promovime. Shefat do vlerësojnë vendosmërinë. Në planin financiar, Saturni do ju ndihmojë të bëni lëvizje të maturuara dhe të ruani kursimet për strategji më të mëdha. Mbrëmja me një bashkëpunim artistik do forcojë frymën krijuese. Shigjëtari. Sot do kërkoni aventurë si ushqim për shpirtin, por mos lejoni që impulsiviteti t'ju marrë mend, planifikoni çdo hap. Në çift, silleni me diplomaci për të shmangur konfliktet e panevojshme. Një diskutim i hapur për ëndrat tuaja do forcojë intimitetin. Beqarët do dinë të joshin me fjalë të lehta e buzëqeshje natyrale, por qëndroni të hapur për sinjalet e vërteta të zemrës. Në punë, entuziazmi do ju shtyjë të merrni projekte jashtë rutinës dhe do arrini me sukses për shkak të kreativitetit. Financat do jenë të stabilizuara, por shmangni çdo shpenzim impulsiv për çejf, mbani një fond rezervë. Mbrëmja me një lojë strategjike do reaktivizojë mendjen. Britsjapi. Sot do të ndoni realitetin me ëndrat tuaja dhe do besoni më shumë te përpjekjet sistematike se truket e shpejta. Në çift, duroni për të dëgjuar me vëmendje, pasi çdo bashkëbisedim do forcojë besimin dhe do mbajë flakën e pasionit ndezur. Beqarët duhet të kushtojnë kohë për të bërë vetë analizë para se të investojnë tek dashuria. Është më mirë një zgjidhje e menduar se sa një aventurë e ngulshme. Në punë, strategjitë tuaja afatgjata do çelin fryte dhe drejtuesit do vlerësojnë aftësinë tuaj për planifikim. Financat do jenë të qëndrueshme, fal disiplinës dhe buxhetimit të mirëfill. Mbrëmja me një ritual meditimi ose lehtësim do izolojë stresin dhe do forcojë vetbesimin. Ujori. Sot do qironi shprehjen tuaj individuale dhe do tërhiqni vëmendjen me krahet e hapur. Kjo ditë është e dedikuar ndryshimit. Në çift, organizoni një aktivitet krejtësisht të ri dhe të paparashikueshëm, një ekskurs i papritur natën apo një kurs kreativ të sjellë momente magjike. Beqarët duhet të bëjnë hapin e parë në flirtë, pasi spontaniteti do sjellë takime vendimtare. Në punë, intuita juaj do jetë udhëheruese për projekte që marrin formë pa mundime të mëdha. Financat do jenë të qëndrueshme, por përgatituni për një shpenzim të papritur. Konsultohuni para se të hidhni hapa. Mbrëmja me muzikë lidhe ose një podcast frymëzues të vazhdojë motivimin. Peshqit. Sot do luateni mes ëndrave dhe realitetit, por keni fuqi të brendshme për t'i përkthyer vizionet në veprime konkrete. Në çift, shmangni mbi zotërimin e krenarisë, përqafimi i frazës "më vjen keq" do forcojë besimin. Beqarët duhet të jenë të gatshëm për sfida emocionale, por mos pranoni premtime boshe. Ndërtimi i marrëdhënieve kërkon ndershmëri. Në punë, vështrimi kreativ do dallojë çdo detaj të jashtëzakonshëm dhe do sjellë mirënjohje nga kolegët dhe shefat. Financat do jenë delikate dhe mund t'ju duhet të rishikoni planin buxhetor. Planifikoni një fond emergjence. Mbrëmjen e mbyllni me meditacion apo një shëtitje të qetë për të rivendosur ekuilibrin mendjetëror.